Dita e 51 e protestës së pandërprerë në Tiranë nisi përpara kuvendit që këtë të hënë umblodh në atë që mund të jetë seanca e parafundit përpara se deputetët të marrin pushimet e verës. Disa orë përpara mbërritjes së ligjvënësve, aktivistë e qytetarë treguan kutit me vezë, ndërsa policia merr masa të rrepta që përfshin edhe makinën ujëheqëse për çdo situatë që mund të krijohej. Deputetët e mazhorancës dhe anëtarët e qeverisë që hyn nga hyrja qendrore u përballën me breshëri vezësh ose shishe ujë. Në shumicë deputetët zgjodhen të futen në kuvend përmes pedonales, nga ku ishin jashtë rrezës së vezëve, por jo të thirrjeve kundër tyre. Hyrjen qendrore shmangën edhe përfaqësuesit e opozitës që në drejtimin e Sali Berishës u rikthyen në kuvend pas bojkotit të 3 seancave të fundit plenare. As opozitarët nuk u kursyen nga thirrjet e qytetarëve. Protesta e cilësuar si simbolike vijoi për disa orë dhe u zhvillua i qetë dhe pa përplasje të fortë, ndryshe nga sa ndodhi më 2 korrik. Protestuesit kanë paralajmëruar se do të rikthehen përpara kuvendit edhe më 23 qershor, ku është parashikuar seanca e fundit plenare për këtë sesion.